Kapacitet ka teku I bosh për 50 vjeç është 10. Unë mendoj që po, sepse edhe pjesa tjetër e shërbimit që unë punoj. Në vërtet jam shumë I kënaqur që ne sot kemi hapur, le të themi, mencën e publike për Shkodrën, është menca e parë. Është një projekt I bashkisë I cili mendoj me sukses është realizuar këtu në zonën e konvikteve. Mendoj që është një ofertë e mirë jo vetëm për studentët, por për çdo që do të vi dhe të ketë një mëngjes, një drekë apo një darkë me çmime shumë të arsyeshme. Ndërmarrja ka bërë të mundur këtë ofrim të një shërbimi, jam sigurt që do të jetë një pikë e preferuar për të gjithë dhe I ftoj të gjithë të vinë të shijojnë pastërtinë, estetikën dhe cilësinë e ushqimeve të kësaj mence. Është një grup që punon me shumë dedikim dhe unë jam shumë mirënjohës, do të thoja edhe drejtoresht dhe mënyrës se si ata e kanë realizuar. Është në fakt një ndërmarrje dhe është një iniciativë e bashkisë për të kryer një ndërmarrje e cila me vetë shpenzimet e saj dhe me vetë punën e saj e mban veten. Është një tendencë, do të thoja, dhe një strategji e bashkisë për të pas disa ndërmarrje të tilla. Kjo është e para ndërmarrje e bashkisë e cila ka krijuar një aktivitet ekonomik të vetin, ofron shërbim jo përfitues, por një shërbim për publikun, për studentët, të cilët mund të vinë të konsumojnë. Dhe nga ana tjetër është me një kosto shumë të ulët.